A e dini që refuzimi i Fatmir Limajt nuk është bo në mbledhjen e kryesisë të PDK-s. Udhëheci i klikës të PDK-s edhe i klanit mbrana PDK-s është Urani Ismaili. Ka janë antarë të klikës të cilët e kanë marrë peng Partinë Demokratike, e kanë stërkeqat dhe për interesat saj, një nga një, deri te i fundit, që është edhe udhëheci i saj. Udhëheci i klikës të PDK-s edhe i klanit mbrana PDK-s është Urani Ismaili. Paramendojeni, nga 4 antarë të kësaj klike, 2 prej tyre as nuk garojnë. Njëri ka qenë kryetar partije, tjetri ka qenë shef i grupit, ministra, as nuk hin garë fare. Por janë vendimarrësit në këtë parti. Për shembull, a e dini që refuzimi i Fatmir Limajt nuk është bo në mbledhjen e kryesisë të PDK-s. Një javë më herët e keni në intervistë në Pressing udhëhecin e klikës PDK-s, Urani Ismaili, i cili thotë që nuk do të marrim Fatmir Limajin. Mbledhja e kryesisë ka qenë veç formalizim i vendimit të këtij. Dhe e dini po ashtu që në kryesinë e PDK-s nuk është votu. Pra ka pas një debat shkurt, kryetari u qu dhe ka mbyll çështjen pa debat për këtë punë. Sepse klika ka kushzu që nëse kthehet Fatmir Limaj, këta nuk marrin pjesë. Dikush nuk bëhet shef shtabi, dikush nuk hen listë e dikush nuk garon. A e dini që ky është i vetmi kandidat nga zgjedhjet e dhjetorit, i cili ka dalë nëse s'ka bëj 4 i votuar në parti, e është numër 2. Pra të vetmit kandidat që s'ju kanë rru numri për që ty në të votuar është kë. I ka 2 kandidat ma poshtë, që janë Gruda dhe Tahiri, të cilët kanë marrë vota shumë ma shumë se ky, e ky është prap numër 2. Ky e ka kurzu Limen, dhe ky e ka bo dhe koalicionin në Prishtinë. 6 muaj gati e kalon Prishtinën pa koalicion. Nën kalkulimet ndryshme. U shpallën zgjedhjet, e shpalli koalicionin sepse i vyjnë për interesa materiale financiare. 5 vjet e qeverisin ndërmarrën pastrimin në Prishtinë dhe e dini bërlogu kur më i madh ka qenë. Me këta njerëz që kanë kontroll opozitën, qysh është Dyshja, Vjosa dhe Lumiri andej, dhe këta 4 kënej në krye me Uranin, të cilët jetojnë jetë luksoze, nuk kanë me mujt me bo opozit, dhe nuk dojnë me bo opozit. Në fakt, dojnë me qeveris sa ma shumë e kudo që mundën. Pra ndaj, është jetike, është e domosdoshme, qytetarët e Republikës, votuesi i PDK-s, strukturat e PDK-s, a e dini që është hera parë që Partia Demokratike hala nuk i ka publikuar listat? Në historinë e saj. Për shkak të problemeve të pafundme dhe të kurzimeve të pafundme për këtij klike. Duhet me u çliru, e mënyra për me u çliru nga kjo lloj opozite, kjo lloj qasje, është veç një rrugë.